çka ul cilësinë e jetës dhe produktivitetin e përgjithshëm. Viti 2025 shënon një hap pozitiv në drejtimin e uljes së papunësisë dhe rritjes së punësimit në Shqipëri. Megjithëse ritmet janë ende të ngadalta, sfida të tilla si punësimi të rinjve, formalizimi i tregut të punës, përmirësimi i kushteve të punës mbetet prioritet thelbësor për politikat publike në vitet e ardhshme, vetëm përmes investimeve në arsim, trajnim. Vëzhgimi. Përmirësimi gradual i tregut të punës. Shqipëria po shënon rritje të ngadaltë por të qëndrueshme në nivelin e punësimit. Politikat ekonomike dhe programet e mbështetjes sociale kanë ndihmuar në ruajtjen e një stabiliteti të përgjithshëm. Krahasim me vendet europiane, edhe pse rritja e shkallës e punësimit për rreth 69% mbetet më e ulët se mesatare europiane, e cila për grup moshën 20 deri 64 vjeç arrin deri në 74%. Kjo tregon nevojën për më shumë investime dhe politika aktive të përmirësimit. Sfidat e tregut të punës për të rinj përballen ende me vështirësi për të hyrë në tregun e punës për shkak të mungesës së përvojës së orientimit profesional dhe ofertave të kufizuara për punën cilësore, profesionale dhe zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm. Shqipëria mund të arrijë një treg pune më të drejtë dhe më efikas. Ndikimi i faktorëve që ndikojnë në papunësinë dhe punësimin në Shqipëri. Tregu i punës në Shqipëri ndikohet nga një sër faktorësh ekonomik, social, arsimor. Për të kuptuar mirë lëvizjet e papunësisë dhe punësimit në 2025, është e nevojshme të analizojmë këto elementë në mënyrë të detajuar. Faktorët ekonomik. Rritja ekonomike e kufizuar. Ekonomia shqiptare ka pasur një rritje mesatare vjetore për 2.5% deri në 3% në 2025, çka nuk është e mjaftueshme për të krijuar numrin e nevojshëm të vendeve të reja të punës, sidomos për të rinj. Investimet e huaja direkte janë rritur kryesisht në sektorin e energjisë